Hani një domate në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Domatet janë tepër të mira për shëndetin e njeriut dhe mirësia e tyre ja atribuohet kryesisht edhe përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Vetë pigmenti karotenoid që gjendet kryesisht tek domatet është jashtëzakonisht i mirë sipas ekspertëve, tepër i rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Domatet janë një burim shumë i mirë jashtëzakonshëm i vitaminës C dhe vitaminës K. Ajo është një nga elementet më bujar të përmbajtjes së potasiumit, të elementeve të magnezit, të fibrave, vitaminës A, B6, folatit, vitaminës E, fosforit, gjithashtu edhe antioksidantëve të tjerë ushqyes, shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Domatet janë të mira për shëndetin e zemrës, ulin kolesterolin dhe trigliceridet. Studime të shumta kanë treguar që domatja është e shkëlqyer për mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe në efektin që rregullon gjithashtu edhe yndyrnat në qarkullimin e gjakut. Përtej këtyre vlerave, domatet konsiderohen gjithashtu edhe si mikesha më e mirë e shëndetit të lëkurës, falë një përbërësi sekret me vlera të jashtëzakonshme ushqyese për të. Likopeni, antioksidanti më i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Bëhet fjala për likopenin, një ushqyes që gjendet jo vetëm te domatet, por edhe të gjitha frutat dhe perimet të tjera me ngjyrë të kuqe. Megjithatë, domatja ka një sasi të lartë të substancave që bëhet më e mirë në varësi të llojit të pjekjes së saj. Likopeni luan një rol të antioksidantëve që pastron trupin nga radikalet e lira dhe jep lëkurës mundësinë e saj ushqyese, duke i dhënë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë kundër problemeve mjedisore. Në vija të holla, trupi sekretohet edhe nga radikalet e lira, ndërsa antioksidantët i eliminon ajo. Antioksidanti i likopenit është jashtëzakonisht i mirë për paraqitjen dhe shëndetin e lëkurës. Ato ngadalësojnë gjithashtu plakjen e lëkurës, sheshojnë shenjat fillestare të saj, e bëjnë lëkurën tuaj të ngjajë më rinore edhe për të shtrënguar dhe paksuar problemet e radikaleve të lira. Likopeni, antioksidanti tjetër, nxit prodhimin e kolagjenit, ju mbron nga dëmet të shkaktuara në lëkurë nga rrezet ultravjollc, lehtëson skuqjet dhe gjithashtu ju bën që të keni një lëkurë më të re dhe më rinore. Shtimi i domateve në vaktet tuaja ditore mund të sjellë një sër përfitimesh të rëndësishme për organizmin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e saj. Domatja është një bime njëvjeçare me lartësi deri në 1,8 metra, me kërcellë të dobët që mbështeten mbi tokë ose mbi bime të tjera, me gjethe të thjeshta ose të përbëra dhe me lule të verdha. Shumica e varieteteve prodhojnë në fruta të kuqe, por një numër i varieteteve ka në fruta të verdha, portokalli, roz, vjollc dhe të gjelbër. Origjina e domates është Meksika qendrore, prej nga ka marrë edhe emrin tomatël. Përdorimi i saj si në ushqim filloi në Meksik, por u përhap me shpejtësi në të gjithë botën dhe ka një përdorim të gjerë në kuzhinë. Në Europë u bë e njohur në vitet 1540. Kina zë vendin e parë në botë për prodhimin e domates, më pas vjen SBA-ja dhe India. Gjithashtu, sipas ekspertëve, domatet përmbajnë nivele të larta të fibrave, proteinave, vitaminave, riboflavin, niacin, folate të tjera dhe shtimi i tyre në varësi të dietës suaj mund të jetë një përzgjedhje më e mirë për organizmin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Por cilat janë dobitë shëndetësore që mund të merrni nëse shtoni domatet në vaktet tuaja ditore? Konsumi ditor i domateve do të rrisë përqindjen e vitaminës C në gjak, e cila do të pengojë nivelin e hormoneve, stresit dhe të forcojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Ato do të reduktojnë edhe sëmundjet e zemrës. Likopeni që përmban domatja redukton me 30% edhe rastet e sëmundjeve kardiovaskulare dhe ato që i kanosen shëndetit tuaj kardiak, citojnë ekspertët. Shtimi i domates në vaktet tuaja ditore do të parandalojë edhe goditje në zemër dhe në tru. Do të reduktojë gjithashtu edhe problemet metabolike,
duke riekuilibruar ato ashtu si duhet për të mbështetur më mirë organizmin tuaj në tërësi. Do të zvogëlojë riskun e problemeve të gjirit, do të zvendosojë gjithashtu edhe problemet që lë duhani, mbron më mirë antioksidantët që përmban dhe do të lehtësojë gjithashtu problemet që i kanosen mëlçisë. Do të parandaloj formimin e gurve në veshka, do të përmirësoj gjithashtu shëndetin tuaj imunitar. Shtimi i domateve në vaktet tuaja ditore do të përbëj edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit, në lehtësimin e komplikacioneve të tij dhe nxitjen më të mirë të imunitetit në mënyrë të përgjithshme. Ekspertët citojnë se domatja është një nga produktet më të mira që mund të shtoni në vaktet tuaja ditore, dhe ndikimi i saj në ekuilibrat shëndetësor do të jetë më i madh dhe më i shëndetshëm. Ndaj në këto raste domatet duhet të konsumohen me moderim në mënyrë që përfitimet të jenë edhe më të larta në dobi të vlerave të shëndetit. Domatja është një frut që konsiderohet edhe perime dhe përdoret gjërësisht në shumë gatime. Përdoret në gatime vegetariane dhe jo vegetariane. Ajo njihet si një përdorim i gjerë në pica, në sanduiç dhe në koktejl. Përdoret gjithashtu edhe për benefitet e saj të mira shëndetësore. Përdoret gjërësisht për shkak të përfitimeve ushqyese që i ofron organizmit tuaj në tërësi. Ajo i përket familjes të njëjtës perime, të cilët cilësohen si hijet e natës, dhe kultivimi i saj ka qenë i përdorur në Spanjë dhe gjithashtu në vendet e Amerikës Latine. Ajo mund të ofrojë një sër përfitime shëndetësore. Sipas Eating-Well, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni domatet në dietën tuaj. Domatja ka aftësi të mira ngopse. Pasi domatet kanë një përqindje të lartë të ujit, ato punojnë më së miri për shkak të aftësive të tyre ngopse. Domatet përmbajnë gjithashtu edhe element që zbusin problemet e lëkurës e mbajnë atë më të butë edhe më të shëndetshme. Domatet përmbajnë vitamina dhe element të mirë ushqyes për mbrojtjen e shëndetit. Sigurojnë të paktën 20% të vlerave ditore të vitaminave që u kërkohen për porcion dhe janë të nevojshme si një përzgjedhje shumë e mirë ditore për organizmin tuaj, duke ndikuar kundër inflamacioneve dhe duke nxitur organizmin e shëndetshëm në tërësi. Ekspertët shtojnë se shtimi i domateve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër problemeve të tilla. Domatet do të ndihmojnë të keni një shëndet më të mirë të zemrës. Të qenit i pasur me kalium i jep rreth 237 mg kalium, i cili është i nevojshëm për kontrollet më të mira të ritmit të zemrës dhe ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e sëmundjeve të saj dhe goditjeve në zemër. Gjithashtu domatet parandalojnë edhe dëmtime dhe sëmundje të syve. Vitaminat të tilla siç janë vitamina A, flavonoidet, B komplekse, tiamin, folat, niacine të tjera që gjenden te domatet ndihmojnë gjithashtu për një shëndet më të mirë të syve dhe lehtësojnë komplikacionet e tyre. Ndaj shtimi i domateve në vaktet tuaja ditore do të jetë një urë gjithashtu shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë domaten si një prej produkteve më të mira me aftësi shëruese për organizmin, edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tilla. Domatet do të lehtësojnë presionin e lartë të gjakut. Domatet kanë një numër të madh të mineraleve dhe nutrientëve dhe gjithashtu ndihmojnë trupin tuaj edhe të ruaj presionin e gjakut në nivele të mira. Domatet janë të mira për kockat dhe për dhëmbët. Të qenit i pasur me kalcium ka si tendencën të përmirësojë fortësinë e kockave dhe formimin e tyre. Gjithashtu ka benefite mjaft të mira për dhëmbët që gjenden edhe në elementet ushqyes. Domatet do të mbrojnë gjithashtu lëkurën nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira. Disa antioksidantë flavonoid, të cilët siç janë likopeni dhe zeaxanthin, janë masa e njohur për specialistët për mbrojtjen kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira. Konsumi me kujdes i domateve në përditshmërinë e dietës suaj mund të lojë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.